Gati 1 në 2 shqiptar ka makinë. Sipas të dhënave të Instat, numri i automjeteve ka arritur rekord për vitin 2025, me mbi 1 milion mjete të regjistruara. 41.7% e popullsisë ka një automjet, por analiza e Instat nuk specifikon ata qytetar që mund të kenë më shumë se një makinë apo të tjerë që nuk e zotërojnë një të tillë. Mirë do ishte të shmang nëse ndotje ka. Jo, e keni makinën? Kam. Në kam atë, kemi makinë personale. 2 makina kam shpi. Në vitin 2025 në Shqipëri kishte 361 automjet për çdo 1000 banor, nga 326 që ishte një vit më parë. Qytetarët thonë se arsyet kryesore të shtimit të automjeteve personale i shohin tek problematikat e transportit publik urban. Në qoftë se transporti publik do ishte më korrekt, më i shpesht, ndoshta edhe njerëzit nuk do kishin nevojshme të merrnin makinat e tyre personale për të shkuar diku. Se dhe kur e merr atë makinën personale prap vonë shkon në destinacion. Po unë mendoj që një transport publik i shumëllojshëm, i shpesht mbi të gjitha, do ta lehtësonte disi. Njerëzit nuk do të shkonin te makina personale ta merrnin. Të tjera automjetin nuk e marrin për të lëvizur në qytetet ku banojnë, por kryesisht për udhëtimet e gjata. Vetëm kur lëviz jashtë Tiranës. Kam po vite që bashkë ke bashkia në kam, nga rruga Bardhyl në kam. E përdorin vetëm për udhëtime të gjata. Brenda Tiranës përpiqemi ta shmangim. Megjithatë, parku automobilistik në vend mbetet i vjetër. Mbi gjysma e automjeteve 55.3% janë prodhuar gjatë viteve 2000-2010, mbi 2 dekada vjetër, ndërsa pjesa tjetër 45.7% kanë vitin e prodhimit mes 2006 deri në vitin 2015, pra 11 deri në 20 vjeç. Çfarë viti pak a shumë? 2004. Kjo tregon se megjithëse niveli i motorizimit po rritet, shqiptarët vazhdojnë të mbështeten kryesisht te automjetet e vjetra në moshë, të cilat përkundrejt çmimit më të arsyeshëm reflektojnë një ndikim më të madh në ndotjen e mjedisit, sigurinë rrugore, si dhe kostot e mirëmbajtjes. Sipas Instat, automjetet me naftë vijojnë të dominojnë në treg, duke zënë 72.1% e totalit. Paralelisht, interesi për makinat elektrike po rritet ndjeshëm. Gjatë vitit 2025, numri i tyre u shtua me 91.2%, krahasuar me një vit më parë.